Misteri i ditës së premte, se është e veçantë. Në Islam, e premtja konsiderohet dita më e rëndësishme e javës. Në Kur'an ekziston edhe një sure me emrin El Jumuah, që do të thotë e premtja. Kjo ditë është ditë grumbullimi, ditë reflektimi. Psikologjia sociale tregon se ritualet e përbashkëta forcojnë komunitetin. Kur njerëzit mblidhen rregullisht, krijohet ndjenjë përkatësie. E premtja nuk është thjesht një ditë lutjeje, është një pikë ndalese javore, një moment ku jeta materiale ndërpritet për pak kohë. Në një botë ku koha është e shtrenjtë, ndalesa javore është revolucionare. Ndoshta misteri i së premtës është ky. Njeriu ka nevojë për një moment rikthimi, një moment ku kujton që jeta nuk është vetëm punë dhe garë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse komunitetet që ruajnë ritualet e tyre mbetën më të forta.